Në një nga debatet më të nxehta të ditëve të fundit në shtëpi, Rogerti përplaset ashpër me Selinën, duke e akuzuar për sjelljen e saj dhe për marrëdhëniet që ajo ka krijuar me disa prej djemve brenda shtëpisë. Gjithçka nisi një diskutim për lojën dhe për afrimitetet e fundit, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit. Rogerti i drejtohet Selinës me tone të ashpra dhe i thotë se sipas tij, asaj i pëlqen si midhi ashtu edhe Gimbo, duke e akuzuar se po luan me ndjenjat e tyre. Ai shprehet se ajo po jep sinjale të përziera dhe se po përfiton nga vëmendja e dy djemve njëkohësisht. Sipas Rogertit, kjo nuk është sjellje e sinqertë, por një strategji për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Selina fillimisht përpiqet të ruajë qetësinë dhe i thotë se askush nuk ka të drejtë t'i tregojë asaj si duhet të sillet apo kë duhet të përqejë. Ajo thekson se ndjenjat janë personale dhe se nëse ka simpati për Dik, kjo nuk do të thotë që po manipulon situatën. Por debati përshkallëzohet kur Rogerti përdor një fjalë shumë fyese ndaj saj, duke e quajtur me një term ofendues dhe degradues. Në momentin që ai e thot atë fjalë, atmosfera ndryshon menjëherë. Banorët reagojnë me habi dhe disa prej tyre i kërkojnë Rogertit të ndalojë dhe të mos përdor gjuhë të tillë. Selina mbetet e shtangur për disa sekonda, pastaj shpërthen në reagim. Ajo i thot me zë të lartë se askush nuk ka të drejtë ta ofendojë në atë mënyrë dhe se ky është një sulm i ulët dhe i papranueshëm. Ajo shprehet se është e lirë të flasë dhe të shoqërohet me këtë dojë, pa pasur nevojë të justifikohet përpara askujt. Sipas saj, fakti që ajo ka komunikim me Mirin dhe Gimbon nuk do të thotë se po luan me ndjenjat e tyre. Ajo thekson se ka qenë e qartë në çdo bisedë dhe se nuk i ka premtuar asgjë askujt. Rogerti vazhdon të insistojë se sjellja e saj krijon konfuzion dhe se ajo duhet të marrë përgjegjësi për mënyrën si perceptohet. Por kjo vetëm sa e zemëron më shumë Selinën, e cila i thotë se perceptimi i tij është problemi i tij dhe jo i saj. Ajo e akuzon Rogertin se po përpiqet ta ulë dhe ta turpërojë përpara të gjithëve. Debati bëhet shumë i ashpër, me të dy që flasin me zë të lartë dhe nuk lën njëri tjetrin të shpjegojë. Banorët ndërhyjnë për t'i qetësuar, duke i kërkuar Rogertit të kërkojë falje për fjalën fyese. Disa prej tyre shprehen se, pavarësisht debatit, përdorimi i një gjuhë të tillë është i papranueshëm dhe kalon kufijtë e lojës. Selina shprehet se ndihet e lënduar dhe e ofenduar thellë. Ajo thotë se një grua nuk duhet të gjykohet apo të etiketohet për mënyrën si sillet apo për faktin që ka komunikim me më shumë se një person. Sipas saj, këto janë paragjykime dhe mungesë respekti. Atmosfera në shtëpi mbetet e tensionuar edhe pas përfundimit të debatit. Disa banorë diskutojnë mes tyre për situatën, duke theksuar se loja mund të jetë e fortë, por respekti duhet të mbetet gjithmonë. Të tjerë mendojnë se konflikti mes Rogertit dhe Selinës do të ndikojë në marrëdhëniet dhe aleancat brenda shtëpisë. Ky përplasje lë një shije të hidhur dhe tregon se tensionet po rriten gjithnjë e më shumë.